Hiqet nga policia tabela me thënie profetike nga xhamia në qendër të Shkodrës. Një veprim i pazakont ka ndodhur mbrëm në Shkodër, ku forcat e policisë së shtetit kanë hequr tabelen me një thënie të profetit Muhammed e vendosur në oborin e xhamisë Ebu Bekër. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 21, kur disa efektiv policie bashkë me drejtorin e policisë së Shkodrës kanë hyrë në rrethimin e xhamisë dhe kanë hequr tabelen pa paraqitur ndonjë dokument zyrtar. Dëshmitarët pohojnë se tabela ishte vendosur nga vetë Myftinia e Shkodrës dhe ndodhej brenda territorit të xhamisë, pra në pronë fetare, jo publike. Për më tepër, disa ditë më parë, një tabelë tjetër e ngjashme ishte hequr nga policia bashkiake jashtë xhamisë me arsyetimin se zinte hapësirë publike. Në tabelë ishte shkruar një thënie profetike: kush grabit padrejtësisht qoftë edhe një pëllëm tokë, në ditën e Kiametit Allahu do t'ia varë në qafshta shtresa toke. Burime pranë komunitetit fetar në Shkodër shprehin se veprimi i policisë lidhet me planin e ndërtimit të një pallati 35 katësh në truallin e xhamisë, ndërsa pretendojnë se urdhri për heqjen e tabelës është dhënë nga kryetari i bashkisë Shkodër Benet Beci, diçka që deri më tani nuk është konfirmuar zyrtarisht. Ky veprim ka shkaktuar reagime dhe indinjat, ku shumë qytetarë kanë quajtur një akt të panevojshëm dhe provokues ndaj komunitetit musliman, duke kërkuar sqarime nga autoritetet për arsyeën e vërtetë të ndërhyrjes. Ndërkaq sot edhe vetë Myftinia e Shkodrës ka reaguar përmes një postimi të gjatë në faqen zyrtare në Facebook, ku ata theksojnë se dënojnë çdo akt dhune, shkelje flagrante dhe denigrimit të pronës private dhe simbolikave të shenjta.